Deputeti Mark Froku startoi sot një tur takimesh me komunitetin në të gjithë njësitë vendore të rrethit të Pukës, me qëllim takimin me qytetarët dhe njohjen me problemet e tyre. Ndalesa e parë në kuadër të këtij turi ishte komuna e Gjegjenit, ku së bashku me drejtuesit e institucioneve të rrethit të Pukës ka dëgjuar shqetësimet e banorëve të zonës, të cilët në Gjegjen kryesisht ishin ato në lidhje me ndotjen mjedisore të shkaktuar nga minjera e Munellës dhe punësimi të huajve. Të vinë prej Turqie, pa letra, me dokumenta falza, e vjetë të kapin kyqit e punës tonë, e të në kamen, raca shqiptarit, kjo është e pa falë. Shtetin në bëjtë para përgjësis për këtë punë, sepse trupu e ka për shtetit ju. Shatet timëses i ka më krejtë si kështuju, me nuk kemi piku. Ashtë do të rrugui se pa me pa, me ma në grusht, në që i gjysa në grusht i bjele me rani me Ta që është kua vladitjeve. Lesa dhe mësishtë kua vladitjeve nuk e lejon, asë në dërës të lejon, asë ndimër të vija e ujë për arsye sepse a i ngërë gjitha gjallajsat që ka hapi. Dhe kjo dëgërimisht mërët edhe me lishtë. Nga minjera Munellës, e? Pa. Biles bëmë dhe pasë këmë pa ata që ti harbi të shkumpet. Si është. Kam informacione që është keq përduru minjerat duke anashkalu një par përqindje të mineralit, duke lënë mrena në tokë 0.8 apo 1.5. Që është ma keqja? Kam arrit me zbulu që këto minjera nuk janë thjesht minjera bakri, janë minjera polimetalore. Që do të thotë? Polimetalore do të thotë me shumë metale. Në një ndër këto metale janë ari dhe argjendi. Bashkë me drejtuesit vendor të rrethit, deputeti Froku ka premtuar angazhim maksimal për të gjithë problemet e ngritura, ndërsa së bashku me nën prefektin Mara Shkolaj ka ftuar banorët që të informonin për çdo shqetësim apo padrejtësi me të cilën ata përballen. Mund të bëjtë informacion. A kam pa mundur që unë të marrë vesh në veçan. Du informacion. Tu po në kjo padrejtësi. Çdo padrejtësi që në, unë du informacion dhe du njoftohem. Unë nuk jam pjesë e keqes. Nuk jam pjesë e korrupsionit, nuk jam pjesë e pisllisheve. Gjatë muajit qershor, deputeti Froku do të ndalet në çdo komunë dhe bashki të Pukës për të diskutuar me banorët e zonave të Pukës mbi shqetësimet që ata kanë, në mënyrë që të krijohet dhe lista e prioriteteve që më pas i përcillen institucioneve përgjegjëse.